kësaj here të lubis. Edi Rama, nga ana tjetër, me këtë rast, nuk sfidoj vetëm Kushtetutën e Shqipërisë, nuk sfidoj vetëm ligjet e tjera të vendit, protestat dhe thirrjet e fuqishme të opozitës, por ai sfidoi haptas për të shpëtuar lëkurën e tij edhe partner të ndërkombëtar, të cilët me deklarata publike i bën të qartë se bllokimi i funksionimit të prokurorisë dhe drejtësisë, bllokimi i luftës kundër korrupsionit janë të papajtueshme me standardet e Bashkimit Evropian. Por, edhe njëherë, një njeri që ka lëkurën e vetë në rrezik nuk njeh ligj, standard, përveç interesit të lëkurës së tij. Situata është edhe më e rrezikshme sepse Edi Rama po shtrëngon pas mbrojtjes që i bëri Lubis, e vërteta është që bota e krimit është më e aktivizuar se kur. Në këto rrethana, çdo njeri duhet të pyes veten. Cila është alternativa e opozitës? Alternativa e opozitës është vetëm sulmi ndaj kësaj qeverie. Edhe njerë, kokë e shtrirë vetëm pritet, ta ketë të qartë çdo qytetar. Por kundrazi, ne s'kemi shtrirë dhe shtrim kokër kur, ne do ngrihemi gjerë në largimin e tij. Do t'ishte katastrofa më e madhe kombëtare sikur ne të pranonim si fakt të kryer këtë akt të paprecedent të Edi Ramës. Ju duhet dini një gjë.